Qerdhja e fëmijëve flutura në Suharik, prej të ejtës është pa nxehje qendrore. Nxemjet me tela nuk e mundin dot të ftohtit e këtyre ditëve. Prandaj aktivitetet fizike janë ato që shihen si zgjidhje. Në këtë qerdhe shkojnë 64 fëmijë, prej 1 deri në 6 vjeç. Meliate Berisha, edukatore në këtë qerdhe, tregon sot se është dita e tretë që qerdhja është pa ngrohje. Po nxemje nuk ka që prej tete e premte, sot e hane veç dita tretë, sot është nuk ka nxemje. Pare. Apo mundi që Kjera dit ka pasë nga pak, ka 2-3 orë i kanë shu, po edhe ato s'kanë mjaftu, se të kanë të mitë veqet. E objekti nuk është i izolu mirë, është ftoft. Por prap ato 2-3 orë e kanë zetë, ta është 3-4 ditë është shumë ftoft. Sipas saj, fëmijët duhet të qëndrojnë me palto, pasi është shumë ftohtë, ndërsa puna bëhet më shumë vështirësi. Po rrinë zakonisht me palta që sikur që janë. Ata që po rrinë. Apo mundi me punu jo në këto kushte kështu? Me vështirësi, po punojmë, por hatër të mive na punojmë, po ftoft. Sherif Berisha, drejtori i arsimit në Suharik, tha për Kallzo.com përmes telefonit se kjo çështje do të rregullohet të martën. Sipas tij, deri te ky problem ka ardhur pasi ende nuk është zgjedhur fituesi për furnizim me naftë për këtë qerdhe. Mungesa nxehjes në këtë qerdhe ka ardhur pasi ende nuk është zgjedhur fituesi për furnizim me naftë, ndërsa nesër do të blihet privat dhe do të furnizohet kjo qerdhe dhe shumë shpejt do të përzgjidhet edhe fituesi, sipas procedurave të përkurimit, tha drejtori Berisha. Fëmijët për të nxehur përdorin një nxemje në rrymë, të cilën e bën me radhë duke shkuar në grupe afër nxemjes. Mirë pafshim!